shqiper. Po që e pyeta ChatGPT, qa mund blesh me 16,41 € në Kosovë? Po thotë që nuk je aq i pasur, por as keq si je, mund bësh disa gjëra dobishme në varësi çka don. Për shembull, ushqime për disa ditë që janë bazike, 2-3 bukë, qumsh 2-3 litra, 10-15 vezë, djath, makarona, oriz, vaj, domate, fast food life, 2-3 hamburgera, dalje thjesht, 3-5 kafe, një ëmbëlsirë, transport dhe snack, gjëra praktike. Realitetin Kosovë me 16 € nuk mbulon shumë ditë jetesë, por mjafton për nevoja bazike për pak ditë. Pra, kaq mund blej Kurti me kartel bankare. Nuk ja ke konkretizu që po bëhet fjallë për Albin Kurtin, sepse do duhet ja për llogaristë edhe librat, kostin e librave, dhe që mendoj do ta nxjerrte shumë keq në këtë pjesën tjetër të jetesës, po ta kemi parasysh edhe një gjë që Kurti bën jetë luksuze. Këtë ta them duke e njohur pak edhe personalisht. Qysh bën jetë luksuze? Bën jetë luksuze në kuptimin se si ushqehesh, kuptimin se si vishesh, në kuptimin se si e trajton ambientin ku jeton. Që do të thotë? Si ushqehet ai dhe si vishet? Ç'a dallon? Mendoj që ushqimi i shëndetshëm sot është shumë më i shtrejtë se sa ushqimi që ne hom çdo ditë. Për të dhe i kësaj, dhe më thonë, preokupimi i madh me stilin e veshjes, stilin e jetesës, mendoj që gjitha këtu kanë kosto. Ajo është kryeministër, duhet Po, është kryeministër, edhe askush nuk duhet ta gjykoj për këtë pjesë, po them që mbulueshmëria e kësaj jetese nuk është e lirë. Prandaj, nuk je i pasur vetëm me faktin sa euro i ke kursime në bankë. Je i pasur edhe me mënyrën që shte e kalon një ditë. Dhe kur po them këtë, po them për faktin që Kurti, domethënë nuk është prej personave që nuk i kushton rëndësi mënyrës së tij të jetesës. Dhe krahas kësaj, tash e ka edhe një lehtësi duke qenë në pushtet dhe duke i pas disa shpenzime tjera. Qa ka deklaru është mbi 21.000 € pagë vjetore si kryeministër edhe 51.000 të bashkëshortes. Po, kalojmë pak edhe te liderët e tjerë. Ta zëm, kryeparlamentarja, ushtrusja e detyrës së presidentes, po ashtu bë lajmë sot, ajo tregoj se ka pasuri të paluajtshme, një banesë të blerë përmes kredisë në vitin 2026, që është në vlerë 128.000 €, pastaj një banesë që është shitje ndrim me tokën në Malishev, 82 metra katror, që është i bashkëshortit në vitin 2007, në vitin 2017, një tokë të trashëguar të bashkëshortit, një vetur po ashtu dhe aksione nuk ka kredi që u komentua shumë. Pastaj, ish kryeparlamentari tash, Glau Konjusa, ministër i punëve të jashtme, po ashtu e ka deklaru pasurin edhe tregon që pasurit paluajtshme ka një banesë që është e tij, një tokë të blerë nga kursimet familjare dhe kredia në 2002 që është e tij, e po ashtu edhe një parking që është i blerë me kredi dhe kursime më 2017 dhe ka vlerën mbi 2.000 € që është e tij. Nuk ka aksione diku. Bedri Hamza tash të kalojmë tek kryetarët e partive politike. Këta kanë më shumë prona, megjithatë edhe kjo po shfrytëzohet nga përdorues në rrjetet sociale, nga ajo që e pam. Ta zëm, banesë 120 metra katror në vlerë 70.000 €, garazh po ashtu e blerë 2022 e tij, garazh tjetër e tij, një tokë që është po ashtu në vlerë 50.000 €, një garazh që është e tij, pastaj edhe pronë bashkëshortës që është një banesë tjetër, një banesë po ashtu me vetë financim të 2007-ës, një shtëpi tjetër e trashëguar dhe e renovuar më 2021, edhe vetur që është e fëmijëve, edhe një vetur tjetër që është e bashkëshortës. Duket që mund bëhen këto lloj krahasimesh, apo janë legjitime që t'i ketë dikush?
Pasuria gjithsesi është legjitime, origjina e saj mendoj që ka rëndësi. Edhe nëse i sheh si vlerë, apo nëse i sheh si shifra, për një mend duken të mëdha, po mendoj që ka rëndësi me shiku se si ka